Reperi Fero vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes me postimet e tij në rrjetet sociale, të cilat shpesh ndezin reagime dhe lën vend për interpretime të ndryshme. Së fundmi ai ka publikuar në Instastory një fotografi ku shihet një kuti vazeline, të cilën e ka shoqëruar me një mbishkrim thumbues ndaj estradës. Estrad duhet me u furnizu me këtë pajisje, ka shkruar Fero, pa dhënë më shumë shpjegime se çfarë saktësisht ka dashur të nënkuptoj me këtë mesazh. Postimi u komentua me njerë nga ndjekësit, të cilët e interpretuan si një thumb apo ironi ndaj figurave të estradës, në vazhdën e stilit të reperit, i cili ko pas kohe publikon mesazhe të drejtë për drejta, provokuese dhe me nën-tekst. Megjithse Fero nuk ka dhënë ndonjë sqarim shtesë, forma e postimit dhe zgjedhja e imazhit kanë mjaftuar për të ngritur pikpyetje. A ishte kjo një kritik, një batut apo një mesazh i koduar për dikë konkret? Në mungesë të një reagimi më të detajuar nga vetë reperi, mbetet të shihet nëse ai do ta shpjegojë më vonë postimin apo do ta lërë, si shpeshherë që rrjeti të lexojë mes rreshtave.